Mendoj që kjo analiza që bëhet në Kosovë bëhet prej këndvështrimit racional. Pra nga analiza racionale, është dashur me votu Albulenën, edhe vjen koha kur Albin Kurti bën qeverin, nuk mundet edhe i kalon të dytët. Kështu është logjika normale në Kosovë dhe analiza normale. Problemi është që na e kemë përballë me hilegji, që nuk i pranon as kushtetutën, as rregullat, as ligjet. Çka nëse ai e përdor për shemb Albulena Agjiu, një që është përdor Avni Deharin për me shkel ligjin, me shkel rregullorin, me shkel kushtetutën. Unë besoj shumë që ai ka më bë gjithçka për mos me lanë që i dytët më ardhë rani heq. Domethënë me qit njerëz në rrugë, me ndërprej seanca, do thotë është në fuqinë e kryetarit me bë. Na kemi pas çfarë është duke bë zoti Dehari. Do thonë është çdo ditë që se më thonë e udhëhec seancën, ai e merr skriptin e lëvizjeve të vendosur, do thotë jo të kuvendit, jo të sekretariatit të kuvendit. Po veç e largon ato, e merr skriptin e lëvizjeve të vendosur, a di çfarë i kanë thënë me bë, a di të bën. Të njëjtën rol do ta merr nesër edhe Albulena Agjiu. Edhe po ta votonim ne, Albin Kurti prap është hilegji, prap ka më mundu me shty, prap ka më mundu me kriju drama, prap ka më mundu me kriju viktimizim. Dhe fatkeqësisht viktimizimi nuk është doktrinë e shqiptarëve. Do të thonë, na kemi marrë fatkeqësisht, kemi marrë do tabiate që nuk i kanë tona kur. Ne, do të thonë, nuk mund të sillet të njëjtën si viktim, se të njëjtën është një forcë e fshet që po punon kundër tij. Edhe ajo është kthiza e patriotizmit edhe shoqërore, përfaqësimit shoqëror. Pra, nuk ka këtu shumë strategji, do të thotë kërkesat tona janë për një më parimore. Partia Demokratike e Kosovës ka dalë edhe prej vetës. Pra, ne kemi ditë ku na ka dërgu ftesë, se kush po na dërgon ftesë. Në njeri që është tregu i pabesë ndaj aleatëve, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e kem prit që ai ka me kon i besës në takimin me neve. Ne kemi ditë, po pavarësisht asaj, ne jemi të interesuar që sa më shpejt me pas në kuvend, sa më shpejt me pas në qeveri. Për shumë arsye, sepse thash kemi sfida shumë të mëdha të brendshme, që është rritja e çmimit të energjisë elektrike, që është shporta, që është rrit, pasiguria nëpër shkolla. Jemi në sankcione të Bashkimit Evropian. E kemi marrëdhënie për tokë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kemi një gjykatë speciale e cila është e pamonitoruar dhe është duke shkel të drejtat e njeriu çdo ditë, sepse nuk ka asnjë institucion në Kosovë këto që krijon ndonjë mekanizëm të paktën me monitoru shkeljet e këtyre drejtave të njeriu. Pra, na kemi shumë sfida për të cilat Partia Demokratike e Kosovës është tregu e gashme të bëjë edhe kompromise. Të bëjë edhe kompromise duke thënë që po na jo votojmë edhe dikë tjetër. Që të dikën tjetër që nuk ka qenë ministër dhe ne do ta votojmë atë. Por insistimi në Albulena Agjiun është insistim pikërisht për të kriju një Avni Dehar të dytë, për të parandaluar krijimin e institucioneve, sepse zoti Kurti i friksohet dy gjanave, i friksohet sfidave të brendshme. Pra, ai është tregu tash e 4 vjet që është i paaft me zgjedh ndonjë problem në Kosovë. Prej energjisë elektrike që ka anulu projekte të Shtetit Bashkuara të Amerikës, e deri të sfidat të komunikimit më normal me aleat, ku me 10 herë i ka gënjur Shtetet Bashkuara të Amerikës, ambasadorët amerikan i ka quajtur naiv përfaqësuesit e Shtetit Bashkuara të Amerikës. Pra, ai friksohet sfidave të mbrapsht, friksohet edhe sfidave të jashtme. Pra, ai nuk don me marrë përgjegjësi, po të njëjtën kohë nuk don edhe me lshu pa, nuk don edhe me alshu ashtu siç e parashë edhe vendimi i gjykatës kushtetuese të Republikës Kosovës që i dytë mund ta bëj qeverinë. Dhe kjo është, si më thonë, ajo çfarë ai po synon, ndërsa opozita po mundohet me i rujt institucionet, me rujt shtetin, edhe me rujt në farë parimi që ka ekzistu në krijimin e institucioneve dhe me herët. Ndërsa ai, figurativisht, e ka marrë kuvendin peng, e ka marrë institucionet peng, e ka marrë Kosovën peng, edhe unë gjitë në katën e 20, edhe, se më thonë, kërcënon
kërcënon me vetvrasje duke tentuar me marrë edhe Kosovën në fundin e tij politik. Pra, kjo politika e opozitës që është e kujdesshëm, nuk është e kujdesshëm ndaj Albin Kurti, se kush nuk i friksohet atij. Ai le të merr edhe në janë 20 tropërore, se është të ecë edhe në korridor, nuk e di a keni pa përfaqësues të OJQ-v, hajde jashtë kuvendit, po në korridoret kuvendit me 10-15 tropërore nuk e di çfarë lyp. Na i ditë kanë me hi edhe në seancë me to, aty me mbrojt. Pra, opozita nuk i friksohet as Albin Kurtit, as kujt. Po ne i friksohemi që ai njeri nuk kursen asgjë. Nuk i kursen as institucionet, as Kosovën, as kushtetutën të cilën ka shkel një 2-13 herë me aq sa më men. Pra, për të jetësu ato idetë e veta e të cilat këto 4 vite kemi pa që nuk janë të mira dhe nuk janë në interes të Kosovës. Po zojmë hipotetikisht që po kalon kandidatura e zonjës Haxhiu dhe po zgjidhet kryetare. Çka janë skenarët që po thoni se mund të vazhdojë njëjtë sikur se zoti Dehari që të pengoj krijimin e institucioneve? Çka do të mund të ndodhte? Nëse e kishim bë këtë bisedë para 3-4 muajve, besoj që kërkuj që të në mens na ke shku që zoti Dehari i nxytur për lëvizjeve të vendosur kish mujt me bë krejt çto që është i bë sot. E cila është garanca që nuk i bën edhe një kandidat tjetër që nuk është ministër? A zoti Dehari s'ka qenë ministër? E di, po kjo Albolena është njëri prej njerëzve më lojal dhe më kamikaz, kështu në kohë të lëvizjeve të vendosur. Ideja është edhe të tjerë të cilët i kemi pretendu si më të arsyeshëm, qoftë edhe për shkak të moshës, nuk është se është garancë mos qeni të antari qeverisë, në fakt është e shoh me dilemë se pse pra do të mund ta përkrahni dhe cila është siguria juaj që një kandidat tjetër, kush do të qoftë ai apo ajo, nuk do të sillej me një skript të partisë në pushtet edhe pas disa javësh që kalon të zgjedhjet. Për shembull, a keni ndonjë emër që tash mundi më thonë që jo, nuk po, ajo që po thotë është e vërtetë. Pavarësisht asaj, unë po them që na i kem parimisht e kundërshtojmë Albolenën, parimisht e kundërshtojmë krejt ministrat. Po, nuk është garant që nesër mundet me dalë një njeri tjetër edhe me kanë edhe ma ndryshe, po që kriterin minimum që ka Partia Demokratike e Kosovës do të ishte përmbush, edhe na kishim kalu edhe me tutje. Edhe për pyetje për kush mund të jetë një kandidat eventual, dikush. Po, në Partinë Demokratike të Kosovës nuk janë përmend emra. Edhe në takimin që ka pas prej tyre që s'ka qenë ministër mund të jetë. Po, tash edhe edhe krejt secila, unë mendoj që na kemi skicu njerëz që munden me udhëheq edhe që munden me marrë vote në Partinë Demokratike të Kosovës dhe janë njerëz të cilët edhe në të kalumen kanë mujtë me dëshmu që ju kanë përfaqësues jo vetëm lëvizjeve të vendosur, por kanë njerë kanë ditë me dalë edhe për te shinave të partijak, për të rujt institucionet, për të rujt... S'ka qenë ministër, për shumë. Po, Zoti Konusa s'ka qenë ministër, po nuk kisha dash me përmend emra, po unë besoj që lëvizja vetëvendosje Albin Kurti e din sakt se cilt emra munden me kalu të opozita. Alianca për Armërinë e Kosovës ka jep edhe propozime konkrete, emra konkret. Pra, ne jemi mundu që t'japëm zgjedhje, mirë po ai edhe me tutje nuk dëshiron që të zhbllokoj këtë situatë edhe këtë krizë, edhe siç thash, unë besoj që Kosova mjaft e ka duru politikat e kamikazëve dhe duhet me ardhur një ditë ku ai nuk ka më toleruar.